ose me bo planifikimet mirëfillta mujore. Ku dim këto që shumica dërmuese e të ardhunave të individëve të qytetarëve vijnë nga paga. Edhe shto këto që domethënë burimi vetëm financiar është paga e tyre. Andaj do të ndikonte shumë nëse kjo e njëjta vazhdon. A është përgjegjësi e kompanive apo e institucioneve publike pra kur vonohen pagat? Përgjegjësia direkte është përgjegjësi e kompanive. Punëtori ka të drejtë në bazë ligjore të marrë mos vonti një herë në muaj pagën e cila është dakorduar ose është e kontraktuar. Kurse përgjegjësia institucionale mund të rrjedhë që në mos pagesën e kontraktorëve në këtë rast, mundet me vështirësu likuiditetin e tyre dhe si rrjedhojë ata mos me pas mjetet mjaftueshme financiare nëse bëhet fjalë për një gjë të tillë. Mirë po, zbatimi prapë se prapë është vonesë në pagë apo është nën deklarim i pagës. Në këtë rast kena më shumë nën deklarim pagës, nën pagën minimale, e cila është e përcaktuar e 425 euro në janar me vendim të qeverisë, e cila e njëjta do të bëhet do ndryshoj përsëri si vjetë. Çka duhet të bëjë qeveria në këtë rast? Qeveria ka instrumentet e veta institucionale dhe e ka SPARI, e ka ATK-n, që është administrata tatimore e Kosovës, e cila mundet me grumbullu dhe me analizu të dhënat shumë thjesht, shumë shpejt, shumë lehtë, përderisa të gjitha janë digitale, dhe të shihet se cila kompani ka deklaruar në pagën minimale gjatë kësaj periudhe kohore dhe është jashtë vendimit gjyqësor. Kurse edhe në anën tjetër e ka inspektoriatin e punës, ku të dy institucionet ishte dashur të komunikojnë mes veti për mu shërby me dana se cila kompani ka nevojë për një kontroll më të detajuar se a qëndron apo nuk qëndron deklarimi konform bazës ligjore. Si ndikon një situatë e tillë në tregun e punës? Në tregun e punës, muj me thonë që